Të gjithë hani vezë, por nuk e dini se çfarë i shkakton në zemrës dhe trurit tuaj. Shumë prej jush janë të vetëdijshëm për sa i përket vlerave dhe vitaminave që mbartin vezët. Tani më një studim i ri publikuar në gazetën e Kolegjit Amerikan të Ushqyerjes sugjeron se vezët ju ndihmojnë të ulni riskun nga goditje dhe ataku në zemër. Pavarësisht se disa kërkime të mëparshme hollën hipotezën se veza është përgjithsisht edhe përgjegjëse për nivelin e lartë të kolesterolit dhe komplikacioneve të sëmundjeve kardiovaskulare. Nëse konsumoni të paktën një vezë të zjerë në ditë, jeni rreth 12% më pak të ekspozuar ndaj goditjeve në zemër, sipas studimeve të Institutit të Epistat në Michigan. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shkencëtarët studiuan dietën e më shumë se 300.000 personave të rritur dhe dolën në përfundimin se, duke qenë se konsumi i vezës ul riskun e disa problemeve të shëndetit të zemrës me 3 deri në 5%, u tregua se konsumi i vezës në përditshmërinë e dietës suaj do të jetë një mburojë shumë e mirë për shëndetin e zemrës duke ulur edhe inflamacionet e saj. Një vezë në ditë do të ofrojë rreth 6 gram protein, gjithashtu do të ofrojë nivele shumë të mira të vitaminës E, vitaminës D, vitaminës A dhe antioksidantëve, si lutein dhe zeakanthin, të cilat janë shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve në organizëm. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një ushqyerje të shëndetshme. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por çfarë ndodh organizmit tuaj nëse konsumoni vezë të zjera dhe si ndikon ajo në shëndetin e përgjithshëm? Veza përmban 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt në gatim, sepse yndyrat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët e zjera janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit. Ato mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë kundër këtyre komplikacioneve dhe të parandalojnë gjithashtu kimen negative të tyre. Vezët do të ofrojnë yndyrna cilësore për organizmin. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat do ju ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit, ndërsa ulin gjithashtu edhe riskun për sëmundje të zemrës. Këto yndyrna gjithashtu mund të jenë ndikuese të drejtpërdrejta në shëndetin dhe komplikacionet e organizmit tuaj. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin, dhe një i rritur mund të konsumojë 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë si pjesë e ushqyerjes së shëndetshme. Vezët e zjera do të ofrojnë proteinë cilësore në dobi të shëndetit. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele shumë të larta të proteinave. Organizmi juaj ka nevojë për proteinë gjithashtu edhe në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha, proteinat janë shumë të mira për organet të trupit dhe mundësojnë gjithashtu një strukturë më të mirë mbrojtëse në muret e qelizave. Shëndeti juaj i syve do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve të zjera. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që i ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ul riskun e dobësimit të shikimit, sidomos edhe nga verbëria. Vezët janë të mira gjithashtu në dietën tuaj sepse do ju ndihmojnë të keni kocka më të forta dhe më të shëndetshme. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë kjo e cila është shumë e rëndësishme për kockat dhe gjithashtu i mban ato më të forta dhe më të shëndetshme. Vitamina D u mundëson kockave përthithjen më të mirë të kalciumit dhe rregullon gjithashtu nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit, pa qenë gjithashtu e nevojshme që të ndryheni në dietën tuaj. Ekspertët tregojnë se vezët e zjera janë një prej alternativave më të çmuara ushqyese në çdo aspekt të shëndetit. Për sa kohë ato përdoren në kujdesin e duhur dhe në mbikëqyrjen e një eksperti dhe nuk teprohen në dietën tuaj, ato do të ofrojnë përfitime të larmishme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët thonë se vezët e zjera janë një prej produkteve më të mira për shëndetin tuaj. Është e rëndësishme t'i konsumoni me kujdes dhe brenda normës së lejuar.
Sipas disa ullëtimeve të publikuara, ngrënia 1 deri në 2 vezë të zjera në ditë është një sasi e shkëlqyeshme për shumicën e njerëzve. Por nëse po kërkoni të rrisni sasinë e proteinës, mund të konsumoni edhe më shumë se kaq. Por jo të gjitha ekspertët janë në lidhje të njëjta me përdorimin e saj. Kur konsumohen në mëngjes, vezët kanë treguar se i bëjnë njerëzit të ndjehen më të ngopur për më gjatë. Vezët dikur konsideroheshin si burime ushqimore të pashëndetshme për shkak të kolesterolit të lartë dhe problemeve të zemrës. Fakti që e verdha e vezës përmban më shumë kolesterol është arsye kryesore për këtë arsyetim. Megjithatë, ullëtimet e mëvonshme kanë zbuluar se vezët nuk rrisin riskun e sëmundjeve në zemër. Një vezë e madhe përmban 186 mg kolesterol dietik. Sipas udhëzimeve dietike të amerikanëve, njerëzit duhet të mbajnë sasinë e kolesterolit sa më të ulët që të jetë e mundur dhe të konsumojnë një dietë e ekuilibruar. Vezët janë një burim kryesor i proteinave. Ato janë në të larta në vitamina dhe minerale, duke përfshirë këto vitaminën A, vitaminën B, B12, vitaminën D, jodin, folatin dhe të tjera. Të vegjëlit mund të konsumojnë një vezë të zjerë në ditë. Vezët janë të pasura me hekur, folat, acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë në rritjen e qelizave dhe zhvillimin e trurit dhe plotësojnë në kërkesën tuaj ditore për proteinë. Një i rritur tipik dhe një i moshuar mund të hajë deri në 7 vezë në javë. Forca e kockave bie me kalimin e moshës dhe vezët përmbajnë gjithashtu nivele shumë të mira të vitaminës D, e cila ndihmon në përthithjen e duhur të kalciumit dhe edhe për shëndetin tuaj të kockave. Të verdhat e vezëve përmbajnë antioksidantë si luteina, zeakanthina, të cilat do të reduktojnë gjithashtu edhe problemen e kataraktit dhe degenerimit makular. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin, dhe 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Për sa kohë vezët e zjera konsumohen me kujdes dhe brenda normës lejuar, atëherë përfitimet që do të merrni do të jenë mbreslënse. Veza është padyshim ndër produktet me vlera më të çmuara të jashtëzakonshme renditur në top 10 listën e ushqimeve më të rëndësishme, të cilat duhet të konsumohen në vakte të ndryshme të ditës. Kryesisht, mëngjesi është më i këshillueshëm që të ofrohet një përfshirje më e mirë e elementeve ushqyes gjatë gjithë ditës. A i keni pyetur ndonjëherë veten se cila vezë është më e vyer dhe sa vezë duhet të konsumoni brenda një dite? Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim rezultatet e studimeve të fundit mbi dobitë shëndetësore të vezëve të pulave. Rezulton se 1 deri në 3 vezë të ndryshme në baza të ndryshme kohore është doza optimale që një njeri mund të konsumojë vazhdimisht në dietën e tij të përgjithshme. Kështu, konsumi i tyre në dietën tuaj mund të japë rezultate fantastike në çdo aspekt. Akoma më mirë nëse vezët janë të pasura me yndyrna omega 3, të cilat konsiderohen si super veza e shëndetit të mirë. Për sa kohë ekspertët këshillojnë në konsumin e saj brenda normës lejuar, përfitimet në organizëm do të jenë të menjëhershme dhe vërtet të mëdha. Ndaj, nëse doni të merrni përfitimet që veza ofron në shëndetin tuaj, sigurohuni ta konsumoni atë në formën e zjerë, ku ndikimi në organizëm do të jetë më i plotë dhe gjithashtu edhe më i shëndetshëm. Gjithashtu, truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës me konsumin e vezëve. Është provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës çon në rënje të kujtesës. Shikimi do të ruhet gjithashtu falë luteinës. Vezët e pulave janë të pasur me luteinë, këto substanca janë përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeçohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D ndihmon për të absorbuar kalciumin. Nëse i ofroni një personi të zgjedhë nëse do të pijë një lugë vaj peshku ose të konsumojë një vezë të zgjerë, gjasat janë të preferoj këtë të fundit. Sidomos në qoftë se ato zbulojnë se përmbajtja e vitaminës D është e njëjtë në të dyja rastet. Por më tepër shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D tek vezët, duke ushqyer pulat në mënyrë të veçantë. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë e tu.